Një nga shqetësimet e ngritura kohët e fundit është përdorimi i pakontrolluar i pesticideve nga fermerët. Sipas agronomit Medisheu, në zonën e Dumres prodhimet janë të pastra dhe nuk është shënuar asnjë vatër infeksioni në sera apo parcela. Ai thotë se lajmet për të kundërtën janë truke mediatike dhe lidhen me konkurrencën e pandershme në bujqësi. Tani që pesticidet kanë bujqësi, por pesticidet janë brenda norma. Kanë karencën e tyre, edhe po ti përdorësh brenda rregullave, ato nuk lënë mbetje. Edhe nuk janë të rrezikshme për shëndetin e njerëzve, për aq sa kohë, ato janë të certifikuar nga institucionet përkatëse. Në Dumre, a ka raste të... Realisht në Dumre nuk ka as edhe një rast që përdoren pesticide që nuk janë të lejuara. Më konkretisht, për çfarë lloj pesticide blejnë fermerët këtu? Pesticide janë grupi i madh që putën fungicide dhe insekticide. Insekticide ato që luftojnë insektet dhe fungicide që lojnë sëmundjet. Përgjithsisht edhe me bazë bakri edhe me bazë qufrit. Janë dy elementë që nuk... A blejnë fermerët pesticidet e ju? Po, ka dhe që fermerët marrin pesticide, por marrin edhe këshillën për të përdorur ato. Edhe ato kanë një afat deri para, po them kohë maksimumi 10-15 ditë para vjedhjes. A ndikon ndoshta dhe tregtia e pandershme e importit nga firmat veçanta? Një rasti që po japin mediat për kthimin e perimet nga muzikeja, unë them që është dhe çik trut mediatik. Këtu ndikojnë çik mediat, ndikojnë dhe konkurenca e pandershme për të qitur produktet veta shtetet fqinje. Dhe kjo po dëmton që imazhin e vendit tonë, nuk është e mirë faktikisht. Ju i garantoni fermerët që edhe pesticidet tuaja janë të kontrolluara kur i shisni? Të paktën për ne, flas për zonën tonë, unë them 100% garantuar. Tjenë pa merak fare për pesticidet që përdoren të Dumres, nuk kanë, paktën janë të certifikuar. Nuk ka pesticide që nuk janë certifikuar nga institucionet përkatëse.